çfarë është agjerimi? Agjerimi është, siç përmendet në Bibël, është për të rullur shpirtin edhe për të fokusuar sa më shumë tek Perëndia. Tani ka disa mënyra ose ka disa lloj praktikash të ndryshme që njerëzit i përdorin këto. Disa kanë është një lloj sekti, një lloj besimi që ata e, e torturojnë veten e tyre në ekstrem duke menduar që se do bëjnë këtë gjë, ata janë duke e përullur shpirtin e tyre në ekstrem. Madje kanë ata njerëz që e rrahin veten e tyre me kamzhik duke menduar që po përjetojnë dhimbjet edhe vuajtjet e Krishtit. Tani, për të patur një, le të themi një pikpamje ose përvojë të perëndishme, Perëndia në fjalën e tij na jep këtë mundësi. Dhe kur lexuam tek Isaia 58, që është teksti që mund t'i referohemi për agjerimin, janë vargjet vargu 3 që është vargu kyç, njerëzit luteshin, agjeronin, përulnin shpirtin e tyre me idenë që ata Perëndia do t'ju përgjigjej kërkesave të tyre. Çfarë ata kishte. Dhe çuditërisht nuk po ndodh. Dhe Perëndia dërgon profetin Isaia dhe thoi, dhe shko dhe bërtit, thot, sa të kesh zë, sa të kesh fuqi, dhe thuaj se çfarë janë duke bërë. Pra, çfarë do të thotë një perëndshmëri? Tani çështja ngrihet pyetja interesante që ne duhet ta kemi, është fakti që pse duam neve të kemi një marrëdhënie me Perëndin? A kemi frikë? Pse vim neve në kish? A duhet që të kemi ne atë checklistën domethënë që gjërave që bëjmë neve që i bëjmë siç duhet, domethënë në aparencën e jashtme. Flasin. Mu shkova në kish, Perëndia do më dëgjoj mua, se fariseut e bënin kështu. Fariseut shkonin dhe jepnin 1/10 e të ardhurave të tyre. Ata agjeronin dhe ndonjëherë agjeronin në mënyrë të tillë që dukeshin. Edhe Jezusi thot tek Mateu, nëse ju dëshironi të agjeroni, shkoni dhe agjeroni në mënyrë sekrete. Lyeni kokën tuaj me vaj, domethënë launi, pastroni, lyeni me erë të mirë, me parfum, që njerëzit mos ta kuptojnë që ti po je duke agjeruar. Domethënë ta bësh për të dukur. Por Perëndia ju që shikon në sekret do të bekojë ty hapas. Domethënë Perëndia heton zemrat tona edhe kontrollon zemrat tona. Mua më pëlqen shumë Psalmi 139 që ta e sjell në kujtesën time, ndonjëherë edhe më dreth gjunjët, sepse është të fut drithërimat. Në shkojmë pak tek Psalmi 139. Besoj që për ju që keni një kohë gjatë këtu te kisha, kujtoni dhe mbani mend që unë Psalmi 139 e kam thënë shumë herë. Lexojmë në fillim, do të lexojmë 3 vargjet e parë. Ti më ke hetuar o Zot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem, ti e kupton nga larg meditimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Domethënë me pak fjalë Perëndia di gjithçka. Po problemi me ne si qenie njerëzore është që neve tentojmë ta harrojmë. Tentojmë që të bëhemi dembela, edhe në mënyrë të tillë neve harrojmë këto gjëra dhe edhe vazhdojmë me të rendim ose të marrim drejtimin tek gjërat që na pëlqejnë, gjërat që na kënaqin, gjërat që na ofrojnë reati. Edhe kur ndihemi keq, është kur jemi keq, atëherë kujtohemi për Perëndin. Nuk e di është e vërtetë apo jo për ju, po për mua ka qenë. E ndërsa neve qëndrojmë në këtë lloj stadi, pyetja është përsëri pse ndjekim neve Perëndin, pse kemi vendosur neve Perëndin. Të kemi
të hymë në një lloj marrëdhënie të shenjtë, le të themi, me Zotin. Bibla të paktën na mëson që ai na deshi pa, ai zgjodhi që të na shpëtonte. Joeli po më pyeste para 2-3 ditësh me disa gjëra dhe më tha, po ti tha, do më falje mua? Dhe për një veprim, nuk ishte në një ashtu, po ishte mënyra të zgjedhurit, një lloj rruge, një lloj drejtimi. I thash, në radhë parë ti ke nevojë ta bësh pyetjen, a të fal Perëndia, a të fal Zoti. A është e vërtet, a është e drejtë kjo rrugë që ti po dëshiron të ndjekësh? Thjesht po kërkonte ta eksploronte dhe po pyeste, bënte një lloj, si të themi, një lloj vlerësimi. Dhe kur neve jemi në këtë lloj pike, në këtë lloj, nuk është gjë e keqe të eksplorosh edhe të marrësh, të baraspeshosh kush është e drejta dhe kush është e gabuar. Por Perëndia, dhe i thash edhe këtë tjetër, kur ti bën një gabim, kur ti bën një dëm, jam unë që përgjigjem për ty. Për shembull, shkove, je duke luajtur futboll, kapi topi i pasqyrë në një makinë e thellë. Edhe unë normalisht do shkoj atje, jam unë që përgjigjem, jam unë që do paguaj. Sepse nëse unë nuk do isha një prind i përgjegjshëm, atëherë do të lejoja që i zoti makinës shkonte të merrte hak mbi djalin tim, apo. Edhe bënte se çfarë të donte. Edhe unë mund t'i thoja, bë çfarë të duash, sepse ai e bëri gabim. Edhe në fakt, në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre, Perëndia mund të thotë të njëjtën gjë për ne. Shiko, ti bëre gabim, ti meriton ta shlyesh. Po Perëndia zgjodhi, unë do ta shlyej për ty. Sepse mëkati ndaj Perëndisë në fakt meriton vdekje. Edhe Perëndia tha, jo, do ta paguash, po jo në këtë lloj forme që ti të vdesësh. Por Jezusi tha, unë do të vdes për ty. Edhe në këtë lloj forme, neve na jepet mundësia, siç tani po e kuptoj logjikën edhe prindërimin, po bëj një autokritik si në kotën e tjerë. Që unë i krijoj mundësinë, neve si prindër, i krijojmë mundësinë fëmijëve tanë që t'i tregojmë kush është rruga e drejtë. Do të vi koha që ata do të vinë të arsyetojnë dhe të kenë vendimarrjen, edhe siç është nga ana ligjore, të zgjedhin se çfarë është rruga e drejtë. Ashtu siç edhe neve sot, neve i krijojmë mundësinë njëri tjetrit të mësojmë nga fjala e Perëndisë në mënyrë që të zgjedhin se çfarë është e drejta. Tani çfarë na hyn në këto punë, gjithë këto fjalë? Pse e vendosim neve të kemi një marrëdhënie me Perëndin? Pse neve kërkojmë që ta përhulim, sepse po flasim edhe për agjërimin. Pse neve kërkojmë që ta përulim veten tonë, ta torturojmë shpirtin tonë, sepse agjërimi në vetvete është domethënë që ti të ndihesh dobësi fizike edhe të varesh nga Perëndia. Ndaj dhe ndërthuret dhe me lutjen, ndaj ndërthuret edhe me fjalën e Perëndisë. Shpesh herë njerëzve, kjo është një drejt personale, u këshillohet që të paktën gjatë kohës të adhurimit ose të kohës edhe të një klase biblike ose edhe të një studimi, kenë biblat e tyre personale, ku mund të marrin shnime, ku mund të nënvizojnë një varg. Ndaj dhe unë herën e kaluar ju pyeta, cili është ai varg që ju pëlqen më shumë ose edhe që e mbani mend, që të mund ta recitoni. Pra, po kjo është diçka personale midis jush dhe Perëndisë. Është shumë e rëndësishme për të forcuar marrëdhënien me Zotin. Është shumë e rëndësishme për të thelluar shpirtërisht. Ndaj dhe njerëzit me besim të fortë, edhe kur vendosin që të agjerojnë, e kuptojnë rëndësinë e agjerimit në vetvete. Nuk e bëjnë, domethënë, nuk e di, është një fije shumë e hollë që ndahet. Kur themi neve për arsye egoiste. Domethënë,
unë do të bëj këtë gjë, edhe ti do bësh këtë gjë. Do më paguash. Apo jo. Edhe edhe kur neve lexuam nga Isaia 58, në aty pam që njerëzit po agjeronin, madje po e torturonin veten e tyre ata, sepse ishte një lloj tradite në atë kohë që ata visheshin me rroba me thes sargie, kështu, mbani mend ata thaste këta kafe si përdorin, që qëndisnin nëna tona, ishin ca kohë që u bë shumë e populluar, qëndisnin bënin rrugica, merrnin këto torgat me gjyra, punë e madhe. Edhe i vishnin në trup, po ti veshësh këto në trup, pa rrobe të tjera, ato të japin kështu, shumë kruajtje. Nuk janë shumë të rehatshme, ose as pak të rehatshme. Dhe do të thënë që e torturonin veten, vendosin që të rrinin pa ushqim, vendosin që të vishnin këto lloj rrobash, pastaj futeshin në hi. Do të thënë e përuleshin veten e tyre deri në tokë, deri pislak. Sepse edhe plure dhe hi nuk është gjë e këndshme. Por Zoti thot, këto nuk janë mjaftueshme. Edhe neve shpesh herë kur bëjmë lutjet tona, çfarë të bëj o Zot? Çfarë të bëj o Zot? Edhe neve themi, nëse unë bëj X gjërash, atëherë Perëndia do mbekojë mua. Po Perëndia thot, nëse përgatitja e zemrës tonë në fakt është më e rëndësishme se sa veprat për të dukur. Unë prandaj po them që është një vijë e hollë që vetëm unë pak kështu mendoj që vetëm Perëndia ato mund ta gjykojë veprimet tona. Sepse neve mund gjykojmë, ky ose kjo vjen në kishë edhe i duket vetja e shenjtë këtij, duket vetja e shenjtë kësaj. Por në fakt Perëndia i din shumë mirë zemrat e gjithë secilit prej nesh. Edhe kur neve vendosim që të hymë në kjo është një marrëdhënie akoma më e fuqishme, do të thoja unë, lutje, meditim dhe agjerim, që ti përulesh plotësisht në marrëdhënie me Zotin, dhe kur ti vendos që të bësh këtë lloj hapi, ti ke hyrë në shumë thellë. Tani, qëllimi i agjerimit është siç mund ta keni vënë re, agjerimi është bërë nga një reagim natyral, për shembull në dhimbjen e humbjen e një të dashuri apo familjari, domethënë një të dashur të zemrës, shpesh herë në ato raste ti aq je kohë hidhërimi sa nuk të vjen në mënyrë të natyrshme që ti nuk han ushqim. Ka ndodhur që nuk të hahet, mund të ndodhi për 24 orë, për 2 ditë, për 3 ditë, që ti nuk ke uri. Besoj kemi kaluar gjithë, ose edhe në çështje në momente kur trupi është i pamundur, ke një problem shëndetësor dhe nuk të hahet ushqim, trupi hyn në një periudhë agjerimi. Tani, si mund të agjerosh dhe cilat janë ato, se për shembull besimi musliman ka ato listën e vet, sa të hash mëngjes, sa të hash kështu. Pjesërisht ti mund të vendosësh të agjerosh me gjërat që ty të pëlqejnë më shumë. Neve jemi shumë të lidhur me telefon. Nëse neve mund të vendosim të agjerojmë në këtë lloj forme, të heqim dorë nga telefoni, 20 minuta, pa e prekur. Pak, pastaj 1 orë, pastaj gjithë ditën. Kjo fillon edhe ti fokusohesh në diçka tjetër, nuk je shumë i lidhur me elektronik. Për shembull me ushqimet që ty të pëlqejnë më shumë, agjeron. Heq dorë, nuk ha me shumicë, ha pak. Ose ha një herë në 24 orë. Edhe ti fokusohesh me këtë, por shpesh herë njerëzit i bëjnë këto gjëra thjesht për të duhur. Edhe për nga ana shëndetësore, për shembull, kur neve e përmendim që themi mban dietë dhe ha X ushqime për të kujdesur për veten e tij, për veten e saj. Këto janë disa mënyra. Por agjerimi i krishterë hyn akoma më thellë te kjo.
Ndaj Zoti thot largohu nga shoqëria e keqe. Më thënë, mund na pëlqej shoqëria e tillë që bën qefet e veta të kësaj bota, kënaqësitë e kësaj gjëra. Por nëse neve tërhiqemi, largohemi nga kjo lloj shoqërie, ne po e agjerojmë, po e privojmë veten tonë të largohemi nga kjo lloj shoqërie. Tani një pyetje që a është e detyruar agjerimi i krishterë? Në disa raste, për shembull, Jezusi në një moment i thot dishepujt të vet kur ata donin që të dëbon një nga demonët, një person ishte i zotëruar nga demonët, ata nuk arritën dot që ta dëbonin, që njeriu ai të ishte i pastër. Dhe Jezusi tha, ky lloj demoni tha nuk largohet tjetër veç se me lutje dhe agjerim. Unë besoj personalisht që njeriu vendos vetë të agjerojë dhe të fokusohet shpirtërisht dhe fizikisht tek Perëndia. Por jo një detyrim, domethënë strikt. Detyrim strikt që neve kemi si njerëz të krishterësit që kemi vendosur të ndjekim Perëndinë janë frytet e shpirtit. Fryti i shpirtit që e lexojmë te Galatasit kapitulli 5 vargu 22 dhe 23. To janë ato që na detyrojnë, i kemi të detyruara. Pra, po jo që të duket. Për shembull, a keni vënë re për njerëzit që ti i ndihmon? E kam sjell dhe më përpara si rast. Ti i ndihmon edhe ti dëgjon vetëm fjalë të mira prej tyre. O Florie, o si ty s'ka, o Parshare, ti je i mirë, ti je shpirt njeriu, ti je rob Zotit e gjitha këto. Në momentin e parë që ti thua jo, për arsye personale, je lodhur, i mërzitur, si gjithë njerëzit, po ti thua vetes tate nuk dua. Ti thua vetes do të hash bukë për ta, nuk dua të ngrihem. Traç më vit. Dhe në momentin që ti i thua jo, o Zot, ku ishte ai lloj hidhërimi, ajo lloj keqësie, ligësie që ishte mbajtur në veten, edhe ti e shikon të shfaq. Edhe ti harrohen të gjitha të mirat që ti ke bërë, ke ofruar, dhe në atë momentin që ti ke thënë jo, je i përgjigjur në atë lloj forme, ose edhe nuk mundesh dot. Po njerëz janë ca lloj tipa që mendoj që ti e ke për detyrim ti bësh këto gjëra. Sikur ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të flesh gjumë dhe ti të dita e bardhë që është plot me diell, është pikërisht për të ndihmuar ata X person. Edhe nuk e di, kur ndodhesh në këtë lloj forme ti i kontrollon dhe i shikon këta lloj njerëzish. Edhe ti, unë prandaj desha po mundohem që të bëjmë dallimin. Kur ne shkojmë tek Perëndia edhe i lutemi për X gjë, do të ndodhi, edhe ndodh shpesh, që ne nuk do të marrim përgjigjen që po kërkojmë, dhe atë dëshirën që ne po kërkojmë, ëh? Do të thënë po. Se kur shkojmë neve po themi, o Zot, unë pres një përgjigje pozitive prej teje. Dhe ti kur merr negative, ose ti nuk dëgjon asnjë gjë, ose ti nuk shikon asnjë lloj drite në fund të tunelit, çfarë bëjmë neve? A heqim dorë neve nga Perëndia? A heqim dorë neve të ndjekurit të Zotit? A heqim dorë të luturit? A heqim dorë për fjalës së Zotit? Edhe këto gjëra e dallojnë, edhe unë këtë desha të vë në dukje. Kjo lloj sjellje është diçka që nuk e shikojmë shpesh, domethënë nuk e shfaqim me njëri tjetrin, por tek Perëndia e shfaqim. Edhe mund të ndodhi që për shkak se në një moment të interesant të jetës tënde ti je lutur dhe nuk ka ardhur një lloj përgjigje. Edhe mund të jeni duke u lutur dhe keni kohë për një kohë të gjatë që luteni në këtë për të dhe mase nuk keni marrë akoma përgjigje. Edhe mund të jeni të dëshpëruar, edhe mund të jeni të liksuar, e mund vendosin që nuk desha më të shkoj në kish.
nuk desha më të kem me këtë lloj zoti. Unë desha një llambë Aladini që ta fërkoj dhe siç del ai xhindi edhe më plotësoj dëshirën e mia. Edhe shpeshherë neve fokusohemi që ta gjejmë atë fajin, gabimin te dikush tjetër. Qarkullon edhe me Klodin e diskutuam gjatë javës. Qarkullon një lloj historie, mund ta keni hasur dhe ju në internet. Ishte një grua që donte të largohej nga kisha. Edhe shkon edhe i thot predikusit, shiko, thotë, unë kam vendosur që të largohem nga kisha, nuk më pëlqen kjo kisha. Njerëzit që janë këtu janë njerëzit më të ligë të mençur. Ky bën kështu e ky bën ashtu e ky sillet kështu e ky flet kështu e ky merret kështu e ky bën ashtu e një listë shumë e madhe. Edhe ky predikuesi tha, shiko, a ke problem tha të vish dhe një herë tha këtë të diel. Edhe pastaj tha mos hajde më. Edhe kur erdhi kjo, ë në sa ta kur bëhet fjalë për një ndërtesë të madhe dhe kjo kishte vendin e vet diku nga hyrin nga mbrapa dhe diku nga fillimi kishte vendin e saj. Edhe ky që po e priste i dha një gotë me ujë dhe ja mbushi plot. Ë? Dhe tha, shko tha, do shkosh ta te vendi jote, ulesh ta por edhe gjatë rrugës tha shiko tha dhe njerëzit ta kush ka ardhur, kush nuk ka ardhur dhe kështu me radhë. Por mundohet gjithashtu ta që të mos derdhësh pik ujë. Se po e derdhë tha, e prishën mohabet. Edhe kjo niset nga fillimi, edhe shkon tek vendi vet. Dhe ky pastaj shkon edhe mjekët e thot, ha thot, kush ishte, kush kishte ardhur, çfarë po bante? Nuk fash asgjë. Sepse tha isha fokusuar sa te gota ujit tha se kisha frikë se më nderdhej. Edhe predikuesi tha, e njëjta gjë tha është dhe me besimin tënd, me jetën tënde. Fokusohu që të mbushësh veten tënde me fjalën e Perëndis, me frymën e shenjtë. Dhe mos u fokuso tha tek njerëzit. Sepse tha ti do ta derdhësh veten tënde edhe nuk ke më asnjë lloj gjëje për tu afruar. E njëjta gjë është dhe me neve sot. Neve kemi shumë gjëra idera në kokë për të thënë kështu me gjë. Kto janë normale, por ajo çfarë unë desha që të fokusoj dhe të inkurajoj gjithë secilin prej jush është të fokusojmë që të kërkojmë Zotin. Me mendjen tonë, me shpirtin tonë. A do jemi neve në gjendje të nëse neve do të lexojmë nga Psalmi 139 vargu 23 dhe 24, më heto o Perëndi dhe njihje zemrën time, më provo dhe njih mendimet e mia dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugën e përjetshme. Kjo duhet të jetë ajo lutja jonë shpirtërore që ne duhet të bëjmë me njëri përpara Perëndis, kur meditojmë, kur kemi një kohë qetësie. Kur është ajo koha jonë e qetësisë? Çfarë bëjmë neve në këto momente? A gjejmë neve, a japim ne një shpirtit tot, frymës tonë, qenies tonë, një kohë qetësie, një kohë ku neve marrim fjalën e Zotit, meditojmë. Mund mos marrim Biblën, librin fizik në dorë, edhe të lexojmë edhe të meditojmë, por mund të jetë një kohë qetësie ku ne nuk kemi asnjë gjë në dorë, por themi një varg nga Bibla. Më heto o Zot. Ose ti më ke hetuar o Zot, thot vargu 1. Vargu 4 të Psalmit thot, sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time o Zot ti e di atë plotësisht. U ka ndodhur ndonjëherë që në mënyrë të çuditshme ne hamendësojmë se çfarë do të jetë fjala ose përgjigjja e dikujt tjetër, Është interesante kjo gjë. Edhe ti kur shkon edhe pyet edhe reagimi fizik, pra gjua jo verbale flet ndonjëherë flet më shumë se sa gjua verbale të folur. Edhe në momentin që ti e pyet, edhe paraqitja e fytyrës tregon që është përgjigje negative. Edhe ti që i thua, çfarë do thuash? Po më shan tani? Jo, s'ta. Do thuash jo tani? Po jo, ç'është ajo fjalë? Pra, po fytyra e ka tradhtuar. Apo jo? Por e njëjta gjë ndodhet edhe me edhe kur jemi përpara Zotit, përpara Perëndisë dhe ne themi, o Zot, unë besoj te ty plotësisht. O Zoti thot shko.
psalmisti këtu e pranon edhe thot, ti e di o Zot çfarë është në gojën time, çfarë është në zemrën time, çfarë është në mendjen time. Ti e di se përpara se fjalat të dalin nga goja ime, ti e di atë plotësisht. Ë? Edhe si mund të themi neve një gjë edhe e ndryshojmë aty për aty. Perëndia e din. Unë ju sfidoj dhe ju inkurajoj në të njëjtën kohë. Në kohë kur ti vendos që ta agjerosh, mund të vendosësh ta agjerosh për gjërat të lehta, mund të vendosësh ta agjerosh edhe akoma më shumë. Për shembull, çështja dikujt ai duhanit, të heqim dorën nga duhani. Provoj mos pi 10, pi 5. Ose koha me telefon. Është e çuditshme se ka telefoni jo vetëm që ti mund të harxhosh 1 minutë, 5 minuta pa le ka prap, por po të shikosh llogaritjen e kohës që ti ke përdorur në TikTok, në Instagram, në Facebook, me një lojë apo me një diçka tjetër, në fund të ditës, ja bëjeni ndonjëherë kështu screen timer ajo. Në dark edhe shikoni sa kohë keni harxhuar në X aplikacion. Pra ti vendos që ta agjerosh në këtë gjë edhe fokusohesh, je më i qëllimshëm me mendimet e tua, je më i qëllimshëm me veprimet e tua. Dhe ti mendon dhe vepron për lavdinë e Zotit. Ky është agjerimi më i mirë. Ti mund të vendosësh ta agjerosh, ka tipa, domethënë, nuk mund ti gjykojmë të gjithë, po për çështjen e besimit të tyre ka tipa që agjerojnë dhe heqin dorë për X gjërash, dhe pastaj kur është ai orari, se kanë 2 orare këta, mund të hanë të pinë çfarë të duan. Qofse ti vendos, Zoti nuk ka kohë të lirë. Ose kjo është hapësira e kohës pushimit, ti ke dalë po pushimet edhe këtu mund të bësh çfarë të duash. Unë besoj dhe mendoj për veten time që neve jemi 24 orë në 24 me Perëndin. Edhe çdo veprimi ynë, çdo qëllimi ynë, çdo sjellje jon, çdo vepra jon është përpara prezencës së Zotit. Duam apo s'duam ta kuptojmë neve, ndonjëherë ta harrojmë, lere mos i mendoj këtë gjë. Por Zoti i din të gjitha. Zoti i shikon të gjithë. Edhe kur neve vendosim të bëjmë një veprim, një mendim, një sjellje, një qëndrim ndryshe nga që kemi bërë zakonisht, Zoti e din atë. Tale për çfarë po e bëm. Ju ftoj edhe një herë, le të kemi në mendje këto 2 vargje dhe do e mbyllim bashkë mësimin. Më heto o Perëndi. Dhe njihje zemrën time, më provo dhe njih mendimet e mia. Në mënyrë që ne të pastrohemi. Romakët, kapitulli 12, vargjet 1 dhe 2, transformohuni, thot. Ripërtërini mendjen tuaj. Dhe shikon nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në rrugën e përjetshme. Kjo do të jetë lutja jon, meditimi ynë, agjerimi ynë. Filipianët kapitulli 4, vargu 8 që neve kemi lexuar disa herë dhe lexuam edhe herën e kaluar, ishte që gjërat që neve duhet mendojmë, gjërat e vërteta, gjërat e drejta, gjërat që kanë një famë të mirë, gjërat e ndershme. Këto gjëra duhet ta mbushim mendjen tonë. Le ta agjerojmë nga gjërat e botës. Le të fokusojmë, le ta mbushim mendjen tonë, ta ushqejmë shpirtin tonë me fjalën e Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush dhe Zoti ju bekoft.